Mirëmëngjes, dhe mirë se erdhët në një tjetër vlog në kanalin tim. Siç e shihni, jam rregulluar kështu bukur. Kam përdorur sot të gjitha make-upet të kozmetikës, domethënë produkte kozmetike të S Cosmetics, sa bukur që duken gjitha. Dhe ne tani jemi duke shkuar për të bërë një photoshooting. Mendojmë të bëjmë dy, një për ditëlindjen e Mikit dhe një për festa, domethënë për vitin e ri, kështu me motive krishtlindjesh gjërash. Nuk e di se sa do t'ja arrijmë, po do t'i bëjmë. Dhe nuk kemi fare kështu presion të kohës sot, kemi marrë kohën tonë, le të themi për atje, se tani këtu në shtëpi ishte kaos, mendoja t'ju merrja gjatë kohës që po bëheshim gati, po bëhesha gati etj, por nuk munda sepse keni parasysh vetë, një familje me 5 anëtar është gjithmonë në limite dhe kaos edhe pse ngrihet në 4 të mëngjesit. Ja do t'jap mami shpejt. Edhe kështu, tani po ikim, ajo vajza shqiptare, me shumë siguri do të gjiroj atje dhe erdhëm këtu, wow, shihni sa bukur që është. Këtë vënin sa të shfrytëzojmë për foto. Jemi veshur me këmisha të bardha të gjithë dhe me xhinse. Oki. Miki, çapo? Jo, Miki. Jo, Miki. Happy to you. Do bësh një happy birthday. To you. O zemra ime, shumërime për ty. Shumërime për ty. Shumërime për ty. Mickey. Willst du da leiten? Okay. Spiel zu Weihnachten. Ein Lego-Quadrat. Bravo, Bravo. Wir haben einfach alles. Të lumë, Miki! Shumaline. Wait a second. Shiko, iku lusi për rokit. Bravo, është të lumë. Ngrihe dhe i qi kokën. Ngrihe kokën, mami. Bravo. Miki, ua, sa dyshi madh. Shiko, Miki. 1, 2, 3. Hajde zemër, hajde. Hoe is Dalia? 1, 2, 3. Buzë qeshme shiko. Sa do flisja. Erdhëm në shtëpi, u kënaqëm shumë fare tek fotot atje, se ju thash që do e bëj me një vajzë shqiptare sepse nuk po flisja në ato momente, se mendova se erdhi ajo vajza tjetër që ishte atje. Edhe nuk e di, një vajzë dashuri, na ka kënaq, na ka dhënë kohë sa të donim, nuk mërzitej kur, në fakt u lodha pak sepse fëmijët filluan me të marrë gjëra me të hedhur, aq e mirë, aq e sjellshme, jemi kënaq pafund. Tani urojmë që të na dalin të gjitha fotot që kemi bërë të lezetshme, por unë nuk është se pres shumë, duke qenë se fëmijët, nuk e di, nuk lëviznin shumë, hidu saktej sa andej, por që jam e bindur që ka për na i bërë shumë të bukura, sepse realisht kishte shumë ide të bukura dhe na jepte shumë sugjerime. Unë do ja u lë këtu Instagramin e asaj vajzës, ajo këtë e bën si punë të dytë, por që është vërtet shumë e talentuar dhe po ja u lë Instagramin këtu që të shkoni në rast se doni të bëni dhe ju foto me zemërushat tuaj, edhe ju që jeni në Bremen, kudo këtu në Ahim ose tek vendet përreth, sepse mund të shkoni, thjesht lini një takim edhe shkoni. Kështu. Hivi pastaj iku me Mikin, unë shkova tek baleti sepse Oki ka sot dhe nesër provat e kërcimit, sepse kanë shfaqjen e tyre të parë princeshat tona, bashkë me Lejlushin, se ishim dhe me Brisin, edhe ndonjë pak aty me njëra tjetrin dhe pastaj erdhëm në shtëpi. Tani unë do pi një kafe, se po më dhëm koka se shumë aksion për ne që në mëngjes. Edhe do qetësohemi pak. Pastaj do shkoj të bëj pazarin, se është shumë e rëndësishme se sot është e shtunë, nesër dielën ju e dini që këtu është çdo gjë e mbyllur dhe mua të hënën do më vinë prindrit, por nuk shkoj do të hënën, sepse Ivi do të jetë në punë, edhe do vi direkt me ata pastaj kur të shkoj t'i marr, edhe nuk do të kemi mundësi që të dalë, kështu që po shkoj pak më vonë. Kjo është një nga bluzat që vesha unë, do ta vesh edhe për vitin e ri, por nisem ma patju tani. Kjo është bluza, domethënë që veshëm tek seti i dytë, se i para ishte ajo këmisha që besoj e keni parë në sekuenca të vogla që ju kam treguar. Kështu, shihemi më vonë tani.
E mbarova dhe pazarin, tani po ikin në shtëpi, të keni den sa ftohtë që është bërë. Është hapur këtu një lokal i ri, do me thënë sot është hapja, edhe i bie, ne ishim duke kërkuar për lokal për mikin, në fakt kishim gjetë një, po pastaj menduam, qa do kërkojmë aty, do me thënë, ka gjërat lezetshme, po kot shtrenjta. Edhe a ishte plani i Ivit, dhe pastaj e ndruam, i thash ja prisha mendjen, edhe me qënë se ishte hapur ky riu këtu, tham, miki më mirë këtu s'duke mund se ju kanë fut pak poshtë në nejse. Edhe ky lokaliri që po hapet këtu tek ne, as 1 minutë nga shtëpia, 2 minuta nga shtëpia, ka bllokuar komplet rrugën sepse sot si duket nga që kishte hapje, ndoshta ka bërë në një festa, nuk e di. Okej, janë këto të hapjeve, të inaugurimeve, po nuk e di, ata kishin bërë shumë madhe, si kishin krijuar një si podium, nuk e di. Por po, aty do ta bëjmë. Të shohim tani se si do jetë, meqense kemi këtu rrugën ai bllokoi, që na i bllokoi duhet i bijem nga mbrapa atë gjithë, po jemi okay. Nëse unë mbarova të gjitha ato që doja, shkuan 151 euro dhe do t'ja tregoj në shtëpi. Mora gjëra kështu të lezetshme, të shëndetshme, si zakonisht, asnjë budallik, se mora dietë e këtu ku plot, por po, i kanë shtëpi tani që të seleksionojmë vrap sepse kam shumë punë edhe shumë pak kohë. I futa të gjitha në frigorifer, sepse lava dhe frigoriferin, edhe më qenë se isha këtu, thash po i fus të gjitha dhe prandaj nuk ju bëra hol. Po gjithsesi, mora këto të zakonshmet, qumësht ka marrë me shumicë se do bëj dhe lazanja, 2 lazanja, pastaj përhershmet, vezë, avokado, brokoli, këtu pastaj janë të gjitha llojet e frutave, edhe perime, domate, më thash brokoli, e thash lule lakër e kuqe, pastaj këtu kemi mjedra, boronica, lajm, lëngje fruta që ti kenë për mëngjes gati, nëse nuk shtrytun dot. Këtu kemi disa nga këto panat e gatimit, domate, siç po shihni të gjitha, domethënë bostan, sipër, kos, gjëra të tilla. Këtu tjerat pastaj çam mora makarona, kështu gjëra që kam çuar. Kam harruar petet e lazanjes. Mos, nëse merri vitani kur të dal jashtë. Edhe mish, disa kanë futa ndaj mbrapa dhe kështu orize dhe gjëra të tjera. Pastaj që i kam fut në dollap. Shihni çfarë i bleva Kajt. Kalben është fiksuar me këto lodrat këtu, i ka shumë qejf dhe shihni sa të bukura që janë. Edhe unë e ble me qefi më të madh sepse këto janë edhe të preferuarat e mia. Kur kam qenë unë e vogël, as po fokusohet. I adhuroja këto lloj lodrash, i adhuroja. Një Kalvin ka shumë qejf këto, edhe Oktavia luajnë bashkë. Shihni sa bukur kjo është doma gjumit. Azet sa të bukura. Edhe ja mora. Edhe më pëlqejnë shumë, se kishte edhe disa të tjera, po këto janë më të bukura. Edhe shihni vetë o zot, pero shumë bukura. E më pëlqejnë shumë. Tu, tavolina televizori. Në fakt unë këto ja kisha vlerë për Krishtlindjet, edhe do t'i adhuroja atë ditë, por nuk duroj, tha të lutem, se i pata thënë që do t'i blej këto, se i donte vetë, fakt unë i thash që okej t'i bleva, por sot nga që bërëm ato fotot edhe e premtova sot edhe okej, hapëm, le t'i hapim se unë me zi po prisja t'i hapja për vete, në fakt, se unë gozoj më tepër se ata kur blejmë gjëra kështu lodra. Kjo është e menduar për libra. Në fakt kjo është për të dyja, po gjithsesi Kalvin po e përdor vetëm për të luajtur kështu. Nëse le ta përdor si të doj vetëm të kënaqen. Mirëmëngjes, ditë e re, prova të reja baleti. Jemi dhe sot te kjo baleti, sepse kemi prova. Hajde mama. Kemi prova, si që thash, për shfaqin që do të bëjnë vajzat, që kemi për bileta dhe me si po presim ta shohim. Edhe do ikim, po ikim vetëm unë me Okin, sepse kështu na u bën planet për sot. Ndoshta dalim pasaj të gjithë për pica, bashkë me brisin të Xhikun, ndoshta jo si ta shohim planin, se është dhe sole dhe flegjum. Po, shpirti mami, futo jeta mami, se ka hap mami makinë. Ika mos vënohem, sepse kemi ja 20 minuta rrugë. Për sëritim të gjithë së bashku. Beti mod on. Edhe ikim. Sa mirë më rrinë flokët kësaj radhe. Unë e kam lyrë shpejt dje me një shampo me një shampo kolor. Danke, okej. Me një shampo kolor. Jo me atë që e leva herën e funde, më pëlqeu shumë fakt, por duhet shkoja ta merrja ekstra dikun. Ose në Amazon, me kisha harruar në Amazon dhe më duhej direkt, kështu që po detyrova e bëra me këto, por gjithsesi më pëlqen sepse më jep goxha shkëlqim. Floku im e njeh si gjë është psuar, kështu që është okay. Ikëm tani që na vajti fon.
Gjemra ime, princeza ime. Përshëndetje nga një tjetër ditë. Tani u kujtova që nuk ju kam marrë fare, ora gati pothuajse 3:30, diçka e tillë. Edhe shoki, edhe miki po fle gjumë tani. Ka qenë një ditë shumë e gjatë, sepse unë jam marrë vetëm me punë, e keni parasysh, ju thashë do më vinë prindrit dhe sot është dita. Për një orë, besoj një orë e gjysë janë këtu në shtëpi. Jam marrë me gatime, jam marrë me pastrime, keni parasysh ju ço Kalvin, merr Kalvin me fëmijët, me mikin, me dëshirat e mikit. Edhe tani kujtova që kam një telefon. Edhe që mund bëj edhe video. Bësha ka doja të mira sot gjatë kohës që sistemoja bëja, por nuk pata mundësi. Po mami, nuk pata mundësi fare ta prikja telefonin sepse isha realisht shumë e ngarkuar. E keni parasysh vetë si është me një shtëpi të madhe dhe me 3 fëmijë. Edhe sa e vështirë që është ta pastrosh në çdo cep dhe sidomos kur vinë njerëzit, sheh edhe gjërat edhe vendet më të thella. Edhe pse janë prindrit e mi, po përsëri është ajo dëshira dhe ideja që dëshira mbi të gjitha që ti ke që njerëzit të vinë dhe të rirhat dhe shtëpia të jetë e pastër etj etj. Po nejse, tjetër muhabet ky. Unë çfarë kam bër? Kam hequr këto gjitha, i kam lar, i kam shprar dhe në mbulesat, çdo lloj gjëje të mundshme. Tani mund të marr pak frymë, do ulem pak të pi një kafe dhe të pres që të vinë ata. Me zor po pres në fakt sepse realisht koha është shumë madhe për mamin dhe babin. Edhe fëmijët mezi po presin për numërojnë minutat mbrapsht. Hapeni. Hape kaj. I kredi oki me mrap, ik me mrap se bëjmi. Ik me mrap të nëna, me mrap të nëna moj. Babi! Hek të nëna oki. Bravo. Hey, natürlich. Sind wir wieder zu mir? Jetzt habe ich verstanden. Das sind Formen, siehst du? Können Sie ja im Fotospar, tak mal Position. Also, was sollen die Bücher hier? Wo soll ich die hinstellen? Gishtë edhe lyer. Die Schuhe. Jared will die umgestoßen haben. Also der Karton. Genau, Bravo, was ich Vicky. brauche. Gjumë, do të çurtja do me gjumë. Ai kur vjen? Po i bërë do me gjumë ti. Në një do i të Bima. Kërcej qik Miki. Mirë mëngjes nga një tjetër ditë. Nuk kam gjuar shumë këtë ditë sepse normalisht kemi kaluar shumë kohë me familje, nuk e kam kuptuar fare, plus po përgatitem intensivisht për provim, plus gjërat e tjera me fëmijët, kështu që nuk kam patur fare mundësi që të marr telefonin, por që sot po dalim me mamin, me babin, vetëm Kalvin kemi në shkollë, edhe po. Unë jam veshur me këtë xhupin e bukur që ma solli motra, kështu jam bërë rush polar, edhe kam vesh dhe çizme sot, se kur dalim shumë me njerëz, kam mundësi dhe të vesh çizme gjëra, sepse nuk mbaj fëmijët as në krahas, në karrotës me gjë. Edhe kështu, kemi kaluar shumë bukur këto ditë, po kënaqemi ekstrem shumë. Janë ngelur dhe shumë pak që mami dhe babi di, kështu që po mundohemi të shijojmë pafund këtë kohë, por që po do dalim nga marketi i Krishtlindjeve sot edhe tu patu boçë do bëjmë në një gjë tjetër. Grupi. Po do vëmë unë pa oktevje. Стилька, что с тобой террористы? Dosh. Po jo se. Punis. Ba, çfarë adrenaline. Do na biri babi nga kaq.
telefoni ka i e të rënda jo. Baba, shurme kajt. Fila markë punë. Si më gëni se ka marrë të shqipë të andëri të punë. Sufre. Kërgjesh me njëzë shurë. Erdi baba! Elsive tani munda që të flas, nuk e di se sa gjëra kemi bërë sot, nuk e di, edhe jam kështu telef e lodhur, por nuk mundem as të flas të qetësohem tani, sepse të bëj gati dekorin për nesër, për mikin tim të shpirtit, që më ka ditëlindjen nesër, ka ditëlindjen, bën 2 vjeç, tash më besoj e dini se e kam thënë shpesh herë në videot e fundit besoj, mendoj, po, jam e sigurt. Të përgatis dekorin, të lumbacet, kam bërë pakot gati si që pat më herët që do t'ja udhërojmë fëmijëve që do t'jenë të pranishëm. Edhe kështu, nuk është se kemi menduar diçka ekstra, në fillim menduam shkonim lokal, se menduam të bëjmë këtu në shtëpi se ka sjell babi një pulë deti dhe të bëjmë atë pulën e detit. Të tregoj edhe nesër disa gjëra nëse do ke mundësi që na sollën nga Shqipëria, mami, papi, domethënë me vete, vjera, gjyshe Ivi, domethënë nuk e di, kemi mbush full një valizhe, jo me avion, normalisht me autobus. Por po, edhe kështu, kemi menduar, si që thash fillim, shkojmë lokal, pastaj kemi ndruar mendje, ndoshta jemi më mirë në shtëpi, të kënaqemi edhe me njëri tjetrin, dhe pastaj ndoshta ditën tjetër shkojmë në lokal. Tu pa tu bo për këtë pjesë. Kështu, unë jam super e lodhur, si që thash, kemi bërë aq shumë gjëra sot, unë duhet ikja edhe tek puna, sepse duhet të firmosja diçka, shkova në punë, pastaj u kthyem, ishim të gjithë, zhurm, kaos, gjitha bashk, por që ja dolëm të rregullojmë disa gjëra deri diku. Tani do të merrem vetëm me dekorin, jam e sigurt që do të kem diku tek 1 orë punë ndoshta, dhe më pas do të merrem pak me sistemimin e shtëpisë bashkë me mamin. Mami po vë fëmijët në gjumë, sepse ata 2 të mëdhenj dhe adhurojnë të flenë me mamin, me zi e presin fakt. Edhe unë vendosa mikin, burrat janë duke ardhur, sepse dolën, edhe kështu. Ok, po kënaqemi dhe po i shijojmë pa fund këtë ditë, por janë realisht shumë intensive, sepse janë çdo çfarë them unë, ngarkesë mund të kishim ne është mbledhur në këtë ditë, jo ditëlindja, jo provimi, jo familja se normalisht duam të dalim me njëri tjetrin, jo punët se janë, vazhdojmë jemi dhe në punë, mësime, shkollë e kajt e të gjitha. Por ky është kaos i bukur, domethënë kaoset të tilla uroj të kemi gjithmonë. Ishte edhe për të marrë këtë, kemi plot këtu të lagja, në fakt nuk është se s'kemi, por me që se shkuam ndej, edhe vonuam pak, tham ok, po e marrim më mirë në Bremen, kështu që po, morëm disa gjëra tjerë, në fakt nuk është se shkuam për këtë, por shqyqyr që shkuam se morëm dhe këtë. Nuk ka shumë ndriçim të mirë këtu dhe unë s'po marr atë, ka marrë një jo ring light, por një tip projektori shumë të lezetshëm që më bën shumë dritë. Ai do hapim me unë s'kam fryrë asnjëherë të lumbace me helium në shtëpi vet, por që do ta provoj, mendoj se nuk do të jetë ndonjë gjë wow. Kjo thot për 30 lumbace, por nga eksperiencat e tjera unë kam parë që nuk fryen deri në 30 të lumbace, por 15-20 ndoshta mua më mjafton, se unë nuk kam aq shumë. Edhe kështu, ok, pas ka një manual këtu se si ti bësh, shumë interesante, si ta fuzësh, ok, mendoj se do ja dalë, kemi për gjëra më të vështira në jetë, por nesër, sa e frikshme është, dhe unë që urrej këto të bombulat e gazit, për mua kjo duket si bombull gaz. Këna e qëtë madhe. Pa këta, me i frikë shumë të madhe. Pastaj, kur e montova aty, në fillim s'pe kuptoja, pastaj kur bëra pa dashje një veprim këtu, se sa do të tregonte ajo aty, por nuk e di pse s'e kuptova. Kur bëra një veprim aty, pastaj e kuptova se funksionon dhe si nga fare e rrezikshme. Sot thjesht instaloni këtë gjën, që është aty, edhe zotën i kam harruar duke më porositur, aq herë të kam porositur. Po këtë copat njëra shumë e rëndësishme, kjo është byshi. Ok, super. Byshi është shumë e rëndësishëm që të fryej. Edhe po thoya që thjesht e vendosim shumë e thjeshtë. Pyetje e bukur, po këtë do ta fusë edhe? Po,
besoj se po. Nesër. Provoj në herë një gjë tjetër para se ta çaj edhe pastaj këtë. Kështu. Edhe është shumë e thjeshtë, domethënë vendosni këtë kështu siç ta mëson. Opa. Edhe më pas. Okej, më pas thot që hape këtë. Edhe bëm këtë kështu. Apo bërë të çaj. Që që vështirë kjo. Të qava? Jo. Super. Në të thjesht kështu ullet kjo koka, që të e bëjën këtë. Edhe në butë. Dhe, pastaj mbyllet. O be hapën, jo. Pastaj mbyllet, dhe, voilà, yp. Niko, të t'i kapi ivi, pastaj edhe do t'i varin, t'i bën bukur. Çava dyshi. Tu isha duke e treguar të gjitha gjërat e mira që na soll nga Shqipëria. Ky për shembull këtu ishte zog, e skuqur që më kishte bërë mua vjera. E bën gjithmonë kështu sepse unë kam shumë qejf, madje kishte dërguar edhe këto pjesë të vogla të rosnicave brenda. Pastaj kishte djath, kishte vetëm një nga pjesët e djathit sepse kishim një kuti shumë të madhe. Rakete siç e shihni këtu pulën e detit. Morën dhe pulën e detit që e bën për ritinin e mikit, pastaj fajulliri pafund. Edhe më pas aty mbrapa kokozhare që ishte si vera ime, të vajnë në ullirit babi, ullin, nga mbrapa babi, këtë djathin, pra përsëri kishte marrë babi në Shqipëri, që kishte shumë shihet mirë, edhe këto madje erdhen nga Shqipëria, këto gjithashtu mi kishte dërguar vjera, ishin bio, jemi kënaq me këto, me thënë nuk di ku ka gjë më të mirë për ne se këto. Hajde me mami. Wow! Miki! Topi! Wow! Kësuar ditë lindje në shpirtim. No, mama! Shemla ime. Bravo Miki! Shiko si e frunën. Shpirti mamit. Kush e ka ditë lindjen sot? Miki! Ka ditë lindjen sot? Miki, sa vjeç bën Miki? 2, po! Të pëlqen këta Miki? Pëlqen këta? Wow! Sa bukur! Jepja syze të gjyshit, janë syze të gjyshit. Mbyllisit se do filli babi tortën, mbyllisit. Mbajsit mbyllur. Mbajsit mbyllur, mbyllisit. Mbyllisit, mbyllisit, mbyllisit. Tata! Mori topin një. U do fryqeriu. Të fryje, që shke për të fryje? Të pëlqen? Të pëlqen. Do këndosh pra plapi? Labi. Jo të shikojnë. 3. Shumë lime. Shumë lime. Shumë lime. Miki. Qumurime për ty. Bravo! Bravo! Me të parën. Mirë mëngjes, kështu zyrtarisht nga dita e ditëlindjes së Mikit tim të vogël. Zemra ime, e keni parasysh ju prindrit, besoj këtu më kuptoni të gjithë dhe jemi të gjithë njësoj. Kur kam fëmijë ditëlindje, nuk e di pse bëhemi shumë emocional, ndoshta më tepër se ç'duhet. Kemi shumë emocione, mbledhim shumë emocione. Unë jam të kjo makina tjetër dhe jam kështu si poshtë. Duhet ta ngrem më këtë, edhe
s'është e Ivit, Ivi e ul në fund. Por që isha duke thënë që kemi shumë emocione, edhe na vjen vetëm për të qarë gjatë gjithë ditës, nuk e di, ndodh në ditëlindje kjo. Ndoshta se rriten fëmijët, i koha dhe ke gjithmonë si mall, kur janë aq të vegjël, pastaj të kujtohet 1 vjetorit, kujtohet kur ishte bebe. Nuk e di, domethënë, po për mua është shumë emocionuese çdo ditëlindje. Përdej pastaj gjithë asaj ankthit apo lodhjes mendore dhe fizike, okay, po mendore që do të organizosh çdo gjë perfekt, të jetë çdo gjë në vendin e duhur, momentin e duhur. Pastaj fëmijët e keni parasysh në ditëlindje që nuk bëjnë asnjëherë ashtu siç bëjnë zakonisht, se në ditëlindje dhe ata ndoshta ndjejnë gjithë energjinë që është tek ata edhe sikur stepen, por që po, jemi duke kaluar shumë bukur. Në fakt vendosëm si përfundim ta bënim në shtëpi, pas shumë mendimesh shtëpi lokal, por tham ndoshta më mirë sot shtëpi, edhe shumë stres nuk kemi, jo hajde vishemi, jo hajde dalim, jo këtu, jo ande, jo orari, jo më thet thash. Edhe unë tani do ikit marr Kalvin, edhe do shkoj të marr edhe ndonjë gjë interesante për pak më vonë do na vite Brisi me Xhikun edhe me Leilushin dhe Solen, edhe do kënaqemi edhe me ata pas ditën, në fakt me zor po i presim. Edhe kështu nuk është unë sot kam si online, dhe duke qenë se kam para përgatitje për provim, nuk mund ta lë. Unë se kam lënë asnjëherë, por veçanërisht sot, duke qenë se është ditëlindja e mikit dhe nuk mund ta lë. Edhe kështu, domethënë ditë e ngarkuar emocionalisht, edhe por që jemi duke kaluar shumë bukur, Miki është shumë i lumtur që ka ditëlindjen, vetëm kërcen, vetëm po kënaqet, edhe ne jemi 10 fish të lumtur kur ai është i lumtur, edhe sepse kemi arrit qëllimin, ai është qëllimi ta lumturojmë, ende si ka hap dhuratat, por do t'i hap pak më vonë yp. Papa? Хочешь попить? Нормально? Мама? Как ты? Ты паксуй! Kërce pak Miki, sy! Ti via kape oki. Jo karamele, jo. Jo. Jo t'ja, kjo është e madhe. O ti. Çunet e kanë këtu. Të gëzëm. Lotra, si ka lotra? Kësaj vendos një muzikë du, badu. Këto ishin vetëm disa nga 500 dhuratat që kishte sjell Brisi për të gjithë, sepse kishte menduar për të gjithë. Këto ishin kryesisht për Mikin, ishte kutia e Mikit. Këto pastaj ishin lotrat që unë bleva, që bleu vlla im, se motra na solli kështu veshje, kostume shumë të bukur që i kemi, por këto më pëlqyen shumë. Kryesisht jam tek lotrat e drurit dhe këto që nxisin motorikën. Pastaj kjo na duhej për të vizatuar, për të ngjyrosur. Këto e bleva me ofertë tek Aldi, më duket 29 euro, është pak a shumë si ajo Ikeas. Ikeas është më e mirë për gjithsesi. Pastaj këtë instrumentin këtu normalisht prej druri, që fëmijët u kënaqën shumë, edhe Miki luan ende dhe sot, se kur po bëj këtë voice-overin ka kaluar pak kohë, por ishte shumë e bukur, kjo më pëlqeu shumë. Tani nuk më mend se ku e blem, ndoshta te Müller më duket, por nejse, unë bëra një dush, u relaksova dhe u bërë gati për ditën e nesërme, që normalisht do të isha gati dhe e freskët, sepse ishte dita e provimit.
Një mund t'ju flas, erdhi momenti. Unë sa po erdha te shkolla tani, siç e pat në fillim ose ndoshta nuk e kuptuat, por jo që më ndiqni keni kuptuar që isha tek puna. Sot edhe punë edhe shkollë, edhe jam në shkollë deri vonë. Sot kemi provim, sot është pjesa e parë e provimit. Unë jam nesër tek grupi i dytë, sot është grupi i parë, nesër grupi i dytë. Kështu jam tek i dyti. Në fakt doja tek i pari, sikur doja ta hiqja qafet, lirohesha, por nejse më mirë është ndonjëherë tek i dyti sepse sheh më tepër, krijoni derat e tjera, konceptet e tjera kështu. Edhe po, mezi po pres faktikisht shtëpi sot se është dhe mami dhe babi ende aty, edhe më ka marrë dhe malli për fëmijët, kaq shumë gjatë nuk dua të ri asnjëherë askund, por që po, kështu është dita sot, 8 me 6:30, s'kemi çfarë të bëjmë. Kështu unë te puna kalova shumë mirë, si gjithmonë, te puna kaloj gjithmonë shumë mirë. Ndonjëherë lodhem, ndonjëherë ka ditë si kjo që janë okay, nuk ishte shumë fëmijë sot. Kështu, unë do marr kafen, do marr çantën, do marr gjërat dhe do shkoj sipër tek shkolla se jam këtu poshtë e parkimit sapo parkova. Dhe do të shihemi më vonë, ndoshta nga darka dalim bëjmë diçka interesante ose nesër. Não trata, vi bujitje. Je plaša mi. Ikim në shtëpi. Mirëmëngjes, nga dita e madhe e provimit. Kam emocione, kam, po më del zemra vendit, po më del. Kam mësuar, kam pasiguri. Jam e bindur. E morë të veshju, do më thënë që jam një mix emocionesh, mes ides që po do t'ja dalë dhe do dalë shumë mirë, dhe ides që mos harroj diçka. Por nejse, po nisem për në shkollë tani. Kam provim, po iki pak më herët, po i pak përsëritje, të relaksojmë pak, të vi pak në të. Edhe fëmijët i kam siguruar se është Ivi, është mami, babi dhe po kënaqen normalisht. Ivi erdhi nga turni natës fakt, po flinte gjumë, por aq Ivi flet shumë pak orë gjumë. Kështu, kam ja 30 minuta rrugë për të bërë me makinë dhe më uroni fat që aty të më vi energjia. Besoj kur ju e keni parë këtë ka dalë çdo rezultat, çdo gjë, por gjithsesi le të jemi pozitiv. Varova! Po iki në shtëpi tani. Provimi shkoi shumë mirë, jam shumë e lumtur. Në fund fare që bëheshin pyetjet, ai docenti atje dhe ajo koordinatorja nuk kishin asnjë pyetje, thanë që çdo gjë që ne shpjeguam, gjigjet e pyetjeve që ata kishin në kokë, edhe kjo ishte shumë bukur. Domethënë edhe raste që prezantuam, edhe detyrat dhe të gjitha ishin shumë në rregull dhe atyre i pëlqeu shumë. Tani do të marrim përgjigje nga java që vjen, por normalisht përgjigja e di që do të jetë pozitive, sepse në fund fare që mbaruam komplet me prezantimin edhe provimin edhe të gjitha, ata na dhanë një kështu feedback pozitiv, që do thotë dhe nota do të jetë e mirë, por gjithsesi unë do ju them normalisht kur di nota. Tani do ikim në shtëpi, mezi po vres takoj kolopuçat e mia, të festojmë pak sot se e gjithë kjo javë ka qenë vetëm stres. Nesër kemi shfaqjen e hokit të baletit, do të jemi bashkë me Lejlen, edhe me Brisin, edhe me Xhikun dhe të gjithë bashkë, dhe familja ime. Edhe po, jam shumë e lumtur, shumë e çliruar. Tani kam shumë gjëra për të bërë. Atje në shtëpi kam kutit e bashkëpunimeve, por jo vetëm, dhe dhurata që kam der fëmijëve pa hapur, pa paketuar, pas që kam disa bashkëpunime që më duhet i bëj dhe ato më japin pak stres për momentin, po do t'i zgjidh, do t'i bëj. Tani jam pak me qet nga shkolla, pastaj marr pushimet nga puna të dhjetorit, domethënë të festave, dhe jemi në rregull. Gjithsesi ikat, mos vonojmë shumë edhe të shkoj te kolopuça. Dalim si çift pas kaq shumë kohësh, vetëm pa kalamaj, këtu s'ka dritë, po gjithsesi. Si ndihesh? Jam shumë emocionuar. Edhe unë mbaj mami dhe babi më fëmijët.
Na shkëput se u lidh me makinën. Edhe tha babi, mikni, dilni. Se tham në 1 orë do rrim, jo 1 orë, 3 orë dhe babi, që mos kujtojeni të shmalleni, domethënë me njëri tjetrin vetëm. Po mbasi marrëm leje. Mbasi mori tash të babi din do më japësh leje dal me vajzën tënde. Ne tani duhet ta shfrytëzojmë këtë. Duhet ta shfrytëzojmë dhe jemi të emocionuar, nuk dim çfarë të bëjmë. S'kemi qenë kurrë. Sa vite kemi qenë? Ide. Ku vemi të Aldi apo të Edeka? Ide e mirë. Bëjmë shaka, po do ikim tek ky Vajnak Smarti këtu tek shtëpia këtu afër. Se s'kemi, nuk duam të ikim më shumë larg se nuk ndihemi emocionalisht gati. Sa ka bojnë si dhe ande. Ikëm. Ja pra keni 2 duar. Jo, se bëj pa se. Ai. Oh, so cool. Erda për bleni gjë këtu të Aldi pa u mbyllur, se tani u kujtove që nesër babi dhe mami pas nesër do ikim, po nesër nuk ka asgjë të hapur, kështu që më duhen disa gjëra për mbesat, për vjerën, për natin, kështu që më duhet të marr që sot. Mora gjitha ato gjëra, mora çokolata, çorape, kujdes pak të. Dhurata kështu, disa janë të lira, disa janë të shtrenjta, disa rroba që ishin atje, këto setet për ngjyrosur, për mbesa, të fokusuar, kjo s'po fokusohet. Geta, pulpa nga këto të mirat për vjerën, sa jo ka shumë qef t'i mbajnë në shtëpi, plot gjëra domethënë, shumë gjëra bleva. Do t'ja paketoj tani që t'i kenë gati për pas nesër në mëngjes, por që ata do kenë shumë herët, kështu që unë do t'i takoj vetëm në darkë. Kush më ka mua shfaqjen e baletit sot? Hajde shpirti im. Po ikim se kemi shfaqjen e baletit e Quqi. Hajde nëse. Po ikim, jemi pakës me vones. Si çdo herë, kudo. Për shaka. Jemi kështu, në limitet kohës. Por, me kamerën me mami, me kofletët. Edhe ka o kish faqen sot, ne do kem pak më parë, sepse kanë këtë provën generale, por ndërkohë do vi dhe grupi të gjithë, mami, babi, Ivi, Kai dhe Miki, do vinë të gjithë, do me thënë dhe po ikim, ne kemi mbushur çantën full me sneksa, edhe pse pastaj do shkojmë që ta ham drejt diku, por me sneksa për fëmijët, arabajame, fruta, gjëra, lidhu pak mamush? Okej. Edhe që të kena atje, ka marrë gjëra për të vizatuar, që të kalojnë kohën, sepse do jemi pak si gjatë. Nuk e din që se do rrim deri në fund, por që jemi goxha gjatë. Këtës po e heq një herën sa të mbrohemi dhe pastaj shihemi më vonë dhe shfaqja. U beti. S'ka mërë make-up, sot jam kështu si e tërbuar. Po mbra vetëm skincare, një wrap dhe pak buzi. Tik. Si di që... Pra, bëja? Bravo! Të lumë! E të prapa s'kene, e le pak do këndoj, do kërcej. Ama, po sajnë sonë. O zotë emocionoj se ishte nga fillimi deri në fund nuk kam qarë. Për shumë emocion. Sonin ti toaleti kje. Po, e kam tani veti në toalet këtu. Edhe u kënaqem shumë. Po, mami. Si thua babi ti? O Ivi. Të bësh baleti një visine. Jetë. O Ivi. O Ivi.
Tani që do bëja mbylljen e videos, domethënë editimin e videos, pash që nuk kisha bërë një mbyllje të hajrit dhe madje pash që nuk ju kisha folur fare për provimin edhe për rezultatin, sepse normalisht pas asaj kohe kam pas kohë shumë të limituar dhe përgjigja erdhi më vonë se ç'priti, pra jo atë javë që ju thashun, por javën tjetër. Gjithsesi, unë te provimi dola shumë mirë, me notat sistemin gjerman mora 1.3, domethënë 1 është 10-a, paktën kështu e di unë, dhe kështu është. Domethënë maksimalja është 1, kisha 1.3. Edhe pastaj vijnë ato, nuk e di, duket 1.7, se sa është pastaj 2.3, diçka e tillë 2.7, 5 është nota që ngel, 4 është mjaftueshëm, 5 është ngel. Gjithsesi, unë mora 1.3 që i bie me tonat 9. Për 1 pik merja 1, domethënë 10. Kisha marrë 80 pik nga 90 pik, me 81 pik futeshe tek 1. Pikët që kisha humbur ishin për shkak të literaturës, sepse kur kemi bërë citime të gjithë, jo vetëm unë, të gjithë atje, tek pjesa e citimeve në literatura, besoj të gjithë kanë probleme, por që këtu japin pak si shumë rëndësi. Normalisht është për të thënë, por që ne të gjithë si student nuk i dham shumë rëndësi kësaj pjese dhe praktikisht të gjithë atje kishim humbur pak pikë, por unë jam shumë e lumtur sepse është rezultat shumë i mirë për mua, edhe po marr atë që po jap dhe nuk jam tani në momentin që unë kam qenë studente dikur edhe doja patjetër të merja të gjitha 10-ta dhe gjitha notat mira sepse kisha kohën, edhe e them me shumë bindje që kush është tani në kohën që është studente duhet i kushtoj shumë rëndësi studimeve për mendimin tim, sepse keni të gjithë kohën e botës në një moment tjetër të dytë apo të tretë, siç jam unë tani me 3 fëmijë, me punë dhe me çdo lloj angazhimi tjetër të mundshëm, sidomos me rrjetet sociale, që më hanë normalisht shumë kohë, më marrin shumë kohë. Kjo është maksimumi që ti mund të bësh. Domethënë, por gjithsesi thash unë jam shumë e kënaqur sepse është një notë super e mirë, edhe jam shumë e lumtur. Pra kisha marrë 80 pikë nga 90 dhe notën 1.3. Domethënë për 1 pikë shkoja tek 1. Jam shumë e lumtur. Thash e dija, e prisja që atë ditë që do të ishte kështu, por normalisht kur e sheh se duhet ta shohësh atje fiks. Kështu. Unë gjithsesi doja të bëj edhe një mbyllje të videos dhe të vitit, sepse kjo besoj është video e fundit që do postohet në kanalin tim. Jo besoj, por po, sepse është data 28 sot edhe normalisht do ta postoj videon direkt. Unë ju falenderoj nga zemra të gjithë ju që keni mbështetur kanalin tim, më keni parë mua, keni ndërvepruar me mua, keni qenë bashkë me ne në gjithë këtë vit, me gjitha momentet që ne kemi patur. Ju falenderoj realisht nga zemra dhe jeni bërë si pjesë e familjes time. Dijeni që të gjithë ju që shkruani aty, sidomos ju që shkruani gjithmonë, unë u di emrat edhe jam shumë e lumtur që jeni edhe besnik të kanalin tim. Faleminderit nga zemra dhe ju uroj me gjithë shpirt të gjitha të mirat që ja u do zemra juaj, edhe ky fund vit ju gjej të gjithëve bashkë, pas një humbje, pas një trishtim, të gjithë të lumtur edhe me tavolinat si themi ne shqiptarët plot dhe zemrat plot, dhe t'ju gjej 2026 po aq të lumtur edhe po aq të përmbushur. Uroj që gjërat që nuk i keni përmbushur apo i keni arritur, nuk i keni arritur dot në këtë vit, t'i arrini në vitin tjetër dhe sa më shumë pozitivitet, niseni vitin me pozitivitet, sepse normalisht ndonjëherë atë çfarë tërheqim, atë dhe marrim, kështu që të paktën ta kemi këtë të energjisë. Unë ju falenderoj edhe një herë nga zemra, ju dua realisht shumë edhe faleminderit për gjithë mbështetjen tuaj. Ju që më ndiqni në Instagram, tash me keni parë që unë atje kam bërë një lojë, janë edhe 2 ditë kohë. Ju që nuk më ndiqni mund të shkoni në Instagramin tim Claudia poshtë Mazreku, të ja u lë këtu faqen dhe kam bërë një lojë me një shpërblim të vogël për 3 ndjekse. Kështu që nëse dëshironi shkoni atje. Faleminderit edhe një herë nga zemra, ju dua shumë, festa të mbara, të themi vetëm këtë festën ta kemi tani të ndrimit të viteve dhe uroj që ky vit t'ju gjej me më të mirat e mundshme dhe t'ju jap më të mirat e mundshme. Ju dua shumë, mirupafshim dhe gëzuar.